I pari në fakt ishte Dubai, I cili ndryshoi stilin e hospitalitis ose të mikpritjes në botën arabe. Sot, një pjesë e madhe e vendeve të Gadishullit arabik janë mbështetur fort mbi turizmin, e cila është një ardhur e konsiderueshme për ta. Edhe pse shumë prej këtyre vendeve kanë parë turizmin si një lloj kartë vizite për të për të bërë më publike ose për të marketuar vendet e tyre, kulturën e tyre, historinë e tyre. Pse them që I pari ishte Dubai dhe më pas? Jam në një nga strukturat më të mira turistike të Abu Dhabit, I ftuar në Abu Dhabi, në Emirates Palace, I cili konsiderohet një prej hoteleve më të rëndësishëm të globit, I ndërtuar në vitin 2010 për të një farë mënyrë të konkuruar me Burj Al Arabin e famshëm të Dubait. Hoteli është shumë I gjatë, është rreth 1.3 kilometra vetëm linja. Tani, gjithë ky plazh ju po shihni këtu. Ky plazh ku unë kam hyrë dhe ky det është kryesisht I filtruar. Po të vini re pjesën përpara, deti vjen në mënyrë normale, por ai filtrohet edhe uji, edhe rëra e cila është sjell nga Egjipti. Po të hysh dhe ta shohësh rërën, rëra është e gjitha një rërë si pudër e bardhë, pra është rërë e bërë nga gur I shkrumbuar, edhe në Durrës pash që Alabari fliste për të njëjtën rërë, pra zgjidhë të llojin e rërës, si është rëra. Është rërë që vjen nga Egjipti, nuk ka fare lidhje me shkretirën e këtushme, ndërsa një pjesë tjetër e rërave prodhohen në kushte laboratorike dhe uji filtrohet për të qenë I pastër. Shive, nuk është kjo ngjyra e ujit të Gadishullit arabik. Ndërkohë që gjithë ky investim për të filtruar ujin, për ta pasur pastërtinë e tij në nivele ndryshme. Uji pishinës ka 4 nivele filtrimi, më thanë këtu. Edhe rëra dhe gjitha për të ndërtuar një nga strukturat turistike më të rralla të globit. Po pse? Historia e Emirateve të Bashkuara Arabe, historia Katarit, historia Bahreinit, historia Omanit, duke përjashtuar Jemenin, tashmë sfunmi dhe Arabia Saudite duke I bashkuar këtyre vendeve, është historia e disa vendeve që nisën nga kushtet e varfërisë ekstreme për të shkuar në kushtet e disa prej vendeve më të zhvilluara të globit. Emiratet e Bashkuara Arabe ishin një gjysmë koloni britanike, më herët ato kanë qenë pjesë e perandorisë Osmanes bashku me perandorinë, bashku me Arabinë Saudite, Katarin e tjera, pra në një farë mënyre, ky vend ku unë jam tani ka qenë një shtet me Shqipërinë në vitet 1900, fillimi 1900 deri 1912. Rreth vitit 1960 ca, Emiratet e Bashkuara Arabe shpallën pavarësinë. Ato shpallën pavarësinë, Arabia Saudite e kishte shpallur shumë më herët, ndërsa vendet e tjera rreth e rrotullt pothuajse në të njëjtën kohë. Deri në, po e them, fillim viteve 60, duke hequr Arabinë Saudite ku nafta u zbulua pak më herët, vendet e Gjirit Persik, nëse mund të përdor këtë emër, jo vetëm Gadishullit arabik, jetonin me tregtinë e perlave. Zhyteshin thellësi duke përfshirë dhe fëmijët e familjeve të rëndësishme mbretërore ose princore të zonës për të nxjerrë perla nga uji, të cilat më pas ja shisnin kompanive të mëdha duke përfshirë dhe Cartier. Mirë po befas, zgjidhja ose gjetja e perlës artificiale që filloi të kultivohej në Japoni e ndëshkoi rënd ekonominë e këtyre vendeve që jetonin fal perlave origjinale që gjendeshin nën ujë. Dhe çfarë ndodhi? Këto vende filluan të kenë kushte ekonomike edhe më të vështira, dhe pse kushtet ishin shumë të rënda, deri kur në të gjithë këtë zonë u zbulua nafta. Por nuk mjaftonte me kaq. Naftë ka dhe shumë vende tjera, naftë ka dhe Libia, naftë ka dhe Irani, naftë ka edhe Venezuela. Zhbullimi I naftës I çoi këto vende në një dilemë të madhe. Si do të vijonin më tej? Ishte vizioni Sheikh Zayed, një të moshuari prisi fisit të Abu Dhabit, I cili së bashku me Maktunin, familjen Al Maktuni, familjen që drejtonte Dubai, rullerin në Dubai, vendosën ndërtojnë një vizion krejtësisht të ri, jo vetëm për këto dy vende, po për gjithë Gadishullin arabik. Ata vendosën që një ditë, ose menduan që një ditë nafta do të mbaronte, dhe vendosën që e ardhmja e këtyre vendeve do të ishte zhvillimi I turizmit, zhvillimi I bizneseve, ndërtimi I një strukture e cila do të konkuronte vendet më zhvilluara të botës. Në ato vendet më zhvilluara të botës, New Yorku, Londra, Parisi, Tokyo,
të mendoje që Abu Dhabi apo Dubai mund të ktheheshin në vende të zhvilluara duke jo vetëm një prallë, por edhe një lloj don kishotizmi në të gjitha senset. Por çfarë ndodhi? Ata ja arritën realisht që paratë e naftës t'i kanalizojnë investime shumë efikase për të ndërtuar një ekonomi ku biznesi është kryesor, ku zhvillimi i real estate-it, i cili është zhvilluar në 25 vitet e fundit, dhe zhvillimi i turizmit ishin nivelet më të mëdha. I pari që Dubai. Dubai arriti që nga një qytet fare modest të shndrohet në një nga 5 qytetet më të vizituara të globit. Sot është qyteti 5 më i vizituar i globit, me struktura turistike manicë, si ajo që po shihni përballë, si ky hotel këtu, si këto 3 kullat me hotelin në anën përballë, ku është Konradi, Grand Hyatt, apo si ky hotel që është, po e quaj, gjithë krenaria e Emirateve, 1.3 kilometra linjë bregdetare, me disa nga shërbimet më mahnice të mundshme, një hotel i jashtëzakonshëm. Dhe befas funksionoi. Abu Dhabi e nisi pak më vonë, por në vitet e fundit edhe ai ka marrë një zhvillim pa parë, duke krijuar disa ishuj artificial në këtë drejtim, që po shihni andej, ku ndodhen po ashtu hotele të një niveli shumë të lartë. Shumë rrallë, hotelet europiane mund të krahasohen me hotelet dhe me shërbimet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Vetëm Azia ka, po e quajnë zona Hong Kongut, Singapurit, zona e Tajlandës ka hotelet krahasueshme me hotelet e lindjes mesme. Hotelet europiane mbeten dukshëm, po shumë dukshëm brapa në shërbime, në cilësinë që ofrojnë, në madhësinë e dhomave, në të gjithë gamën tjetër të turizmit. Çfarë filloi të kuptonte Dubai i pari? Filloi të kuptonte nga një eksperiencë aziatike që turisti do të ndihet mirë, që turisti është mbret. Pra që turisti nuk vjen për të kaluar natën se është nisur për punë, po vjen për të pushuar. Dhe më shumë se sa business hotels, ata ndërtuan rizorte të jashtëzakonshëm. Thash, si ky këtu, që ti hecën në një det që duket turkuaz, duket i komplet transparent, ndërkohë që është një det, është një ujë i filtruar, me rërë të sjellë dhe të mbajtur, i mbyllur diku aty para që e kthen gati në një gjysmë liçeni, ku ti mund të kalosh pushimet në një shërbim të jashtëzakonshëm. Nuk ndalon dot në çadër, se çdo 5 minuta vjen njëri të sjell një akullore, vjen dikush të ofroj peshqirin e ftohtë. Natyrisht nuk është një turizëm i ditëve të verës, sepse në verë këtu përvëlohesh, po pikërisht ky është dhe suksesi i tyre, sepse në 6 muajt e ftohtë të Europës, duke qenë 4 deri në 6 orë larg nga Europa, nga çdo destinacion europian, befas Emiratet e Bashkuara Arabe, Dubai, Abu Dhabi, tash sfundi Katari, Omani apo Bahreini, dhe akoma më shumë dhe Arabia Saudite me Red Sea Project dhe me Alulën, po kthehen në destinacione të rralla turistike. Pra, nga një vend i cili deri 50-60 vjet më parë nuk kishte të hante, që 20 vjet më parë nuk kishte një strukturë hoteliere, një hotel aty këtu, janë kthyer sot në lider të sektorit turizmit në gjithë botën. Kjo është në fakt një lloj mrekullie që ka sjell Emiratet e Bashkuara Arabe, por që është njëkohësisht dhe një shembull për shumë vende tjera që zhvillohen në botë.